Ka kohë që përflitet për ndryshime të kuadrove, për emra që do të largohen dhe që do të plotësohen në postet qeveritare. Megjithatë, ky proces duket se tani ka hyrë në fazë serioze. Kryeministri Kristian Mickoski paralajmëroi se javën e ardhshme do të nisin bisedimet për rikonstruimin e qeverisë me partnerët e koalicionit. Fillimisht duam të shohim vizionet e tyre dhe të shohim nëse ai vizion përputhet dhe më pas mund të flasim për zgjidhje kadrovike. Lidhur me freskimet kadrovike në VMRO DPMNE, ai njoftoi se në seancat e mbrëmshme të Komitetit Ekzekutiv dhe Komitetit Qendror të VMRO-s janë marrë vendime për 3 anëtarë të rinj të Komitetit Ekzekutiv dhe kryetar të mbi 30 komiteteve komunale. Rikonstruimi në nivelin e komiteteve komunale dhe strukturës së partisë ka përfunduar. Bëhet fjalë për 30% njerëz të rinj që tani po marrin mundësi të tregojnë, të punojnë jo vetëm për partinë, por më rëndësishmja të punojnë për shtetin. Pra, kështu mbetet edhe disa finesa të vogla për të rënë dakord javën e ardhshme dhe pres që këto finesa të vogla të harmonizohen. I pyetur se kur mund të ketë zgjedhje parlamentare, Mickoski tha se ata po hyjnë në pjesën e dytë të mandatit dhe është e logjikshme që të mendohet për zgjedhje. Opsioni i preferuar sipas tij do të ishte të ketë zgjedhje të rregullta dhe jo të parakohshme.